të në ora 12. Unë e besoj që të në ora 12 e zgjedhin. Si e komenton deklaratën e kryeministrit? Po është i ngarkuar me siguri, është i ngarkuar me problemet më mëdha, se ne edhe sa kom vrejtë nuk është shumë interesuar me pas një president, kështu që dhe më thonë me interesuar është të ketë qeverin, e të fela është bazike, por jo fort me zellë, nuk për mërë zgjidhjen e presidentit, për ndryshe ka pas 30 ditë para, plus 34 ditë dytat, edhe me lanë në afatin e fundit, nuk është shumë me logjikshme. Profesor, a ja bit pram, si njëri për përpiluzëve të kushtetutës Kosovës, a ja bit pram këtiri seancë arzakonshme për zgjedhjen e presidentit, vetëm e 60 deputet mrena salës. Përderi sa, për më vërtetu se mandej po jetojmë një kohë të propagandave, linçimeve, të ndëgjojmë që ka thonë para 5 dit, as 5 dit jo. Ndështë të shtyjmë pak, profesor? Po. Para 5 dit e thotë kështu. Ne duhet i kemi 80 veta të cilët qëndrojnë në salë dhe votojnë minimalisht. Ne duhet i kemi 80 veta të cilët qëndrojnë në salë dhe votojnë nominalisht. Konsiderojmë që nuk të shkojmë me 80 në votim. Po doli 79 numri në fund, automatikisht shkojmë në zgjedhje. Djetë, para ca dite, deklaron e kryeministri, të dhejt me qenë pjesëmarrës, po doli 79, automatikisht dheni shkojnë në zgjedhje. Përderisa prom patëm këtë situatë tjetër. Profesor, si e komenton çka ndodhi dje? Shikoni, kthejmë pak retrospektiv një minutë, për zgjedhjen e presidentit mbahet një mbledhje e cila quhet plenare, për shkak se shterët, të më thonë, rendi ditës, për këtë arsye, edhe është mbledhje ceremoniale. Aja bëhet për një ditë. Mbledhja plenare, para zgjedhjes. Që ka mungutje mbledhja plenare. Në mbledhjen plenare duhet të marrin pjesë 120 deputet. Është me kushtetucë, po flasim për procedurë. Mund të marrin, por për me zgjedh presidentin, minimalisht duhet me qenë 80 deputet prezent. Që nën kupton, për zgjedhjen e presidentit duhet me qenë 2 kandidat, ata kandidat mirë procedurale duhet i kenë ka 30 nënshkrime. Mund me qenë edhe 4 kandidat, por minimalisht duhet 2 kandidat dhe pastaj, nëse njeri fiton 80 vota, me herën e parë bëhet president. Domthon e kena mësu këto prej krizës parës, besoj si prej qytetarët i din. Herën e dytë, jo, nëse jo, herën e tretë, njeri nëse nga ta i merr gjatë një vota, bëhet president. Por duhet me qenë president të 80 korun. Po. Nëse jo, dhe më thonë atëhere, në bazë të nenit 85.5, në 85.6, në nënkupton se nëse asë njeri nga këta kandidat nuk i merë gjatë një vota, parlamenti shpërndahet dhe shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme. Mirë shumë. Këto e kemi pikë, të qartë, si dita me natë në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Kështu deklaroi edhe kryeministri para ca ditëve. Por prom pat një seancë krejt të ndryshe. Prom keni seancë krejt tjetër. Kjo seanca aludimi, zgjetën disa korniza, zgjetën disa argumente. Çka ndodhi prom, profesor? Ka rome po prom tjerë në seancë. Po, kjo është, për këtë rast kemi precedent. Presidentu Rasti Pacolli. Rasti Pacolli, dhe më thonë, Pacolli është zgjedhë, dhe më thonë, pa i pas 80 deputet brenda, dhe aja ka marrë detyrën dhe ka ushtru 43 ditë. Kërkesën të cilën kanë bërë deputetet në gjykatën kushtetuese, kemi konstatu se janë shkel procedurat për zgjedhjen e presidentit, dhe këto procedurat duhet të përsëriten. Dhe pastaj Pacolli ka dhënë dorëheqje dhe në bazë të asaj është bërë pastaj presidenti i ri që ka qenë punë duket aty fete ajo. Të zoti Pacolli ka qenë diferencat e një vota u dash me votuar s'ka votu vetë. Këtu jemi në minus 30 e diçka deputet. Minus 15 deputet. Kjo e ka një, domethënë, çka ndodhi pra në aspektin ligjor, se patëm deklarata të ndryshme. Këtu mund të vetëm kryeministri pe ditë çka ndodh. E deklaroi vetë para kësaj dite. El dërgova, el shova me video. Thot, në rast se 79 marrin pjesë, veni shkon zgjedhje të jashtëzakonshme. Kryeministri pra jam syti me deputet e vet me zgjedh presidentin. Shiko, është një ta shpjegojmë në anën tjetër. Parlamenti është i detyrueshëm që ta zgjedh presidentin. Parlamenti ka detyrë kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Për zgjedhjen e presidentit duhet të nisë një procedurë. Procedura është thirrja e mbledhjes. A kupton? Forumi për me nisë mbledhjen është gjatë të një. Po, e patëm forumi.
Po nuk u majnë mbledhja plenare, në rregull. Nuk u majtë. Pra të arsye se nuk kanë ekzistuar 80 deputet prezent. Dhe tash, kjo e shtyn parlamentin që të bëjë një veprim juridik. Nuk mundet me thonë parlamenti që ne s'po mujmë i mbledh këta dhe kry kje punë dhe po shkojmë zgjedhje. Se dhe zgjedhjet pastaj shpallën me një dekret, me një dekret ligj. Nëse dhe më tënë, ato autoritet për shpallën e zgjedhjes është presidentja. Presidentja i dekreton zgjedhjen. Po, presidentja i dekreton zgjedhjen edhe ja dërgon kryetarit parlamentit. Kryetari parlamentit e vendos dekretin në parlament me 80 deputet dhe shpërndahet parlamentit. Kjo është procedura. Po, tash po vazhdojnë thjerrjet e partisë në datë Rashisit, do mani pjesë e sërbës që me zotin Kurti, për i thtojnë edhe opozitin me bashkanxhit. Interesant, për derisa sërbë të thrasin të kthehen në seancë. Çka ndodhi dje, profesor në aspektin? Një zgjodhje kushtetuese, po flasim për një njerëz që ka ndodhur me zotin Pacolli. Po flasim me një situatë të qartë, konkrete, është atak drejt rendit kushtetues të Republikës Kosovës, kur dikush e din saktësisht çka po ndodh, në njëjtën kohë 3 seancë. Dje, sot po qarkullojnë zona, shkaptuar prapa ata që kanë kontinuitet. Juridikisht ka shkelje procedurave kushtetuese. Shkelje procedurave kushtetuese, për shkak se nuk është plotësuar, domethënë, ai elementi bazik se duhet me marrë pjesë 80 deputet. Ka shkeljet e procedurave, nuk është shkel kushtetuta, por shkeljet e procedurave. Që nuk është shkel kushtetuta? Kushtetuta shkeljet kur zgjedhet president? Jo, kushtetuta shkeljet në rastet e veçanta, edhe ato shkelje quhen shkelje serioze. Ato nuk mund t'i bëj çdo kush, për shembull. Profesor, a shkelje serioze me ta zgjedh presidenti me 61 persona? Po, tash po flasim tash. Është situata shumë propagandistike, sot që opozit mund na kesh përdor vetët. Sa Roma konkretisht, profesor, a shkelje kushtetuese e Romës me 61 persona me zgjedhje? Shkelje e procedurës kushtetute. Po nuk është shkelje kushtetuese. Nuk është shkelje kushtetuse, se shkeljet kushtetuse janë serioze. Shkeljen kushtetuse i bën presidenti, mund t'i bën janë kryeministri dhe ministri i jashtëm. Në situatat kur jep territore ose bën ndonjë marrëveshje, domethënë pa u konsultuar me parlamentin e kështu me radhë. Nuk në kuptimin tash kështu publik. Domthon mundet me zgjedh ky presidenti me 61 persona. Kuptimin publik, u shkelje kushtetuese. Në kuptimin kushtetuese juridik, u shkelje procedurës. Ta kem parasysh, jem të saktë. Shkelje procedurës. Nuk respektu procedurën. Tash, a mundet me zgjedh presidentin? Ta mund me zgjedh presidentin. Dhe me thonë edhe me gjatë e një, që që kanë zgjedhë Pacollin. Por gjykata... Më starojmë se Pacolli ka pas korum, profesor, u kanë minus një dhe u kanë situata së farë u Gjykata duhet të ndërhy. Gjykata është i vetëm institucion, një organ i centralizuar, e cili ka për detyrë me konstatu shkelje të procedurës kushtetute ose të kushtetute. Profesor, ko zapë më folë neutral në situata, po si politikan më si përgadit për kandidat konsensual, se kur si djetë, ka vaj deri në ora 7, befason kriministri. Se s'po ma prejnë kështu shkurt, shkelje procedurale, krejtë që ndodha. Ti e din prof që nuk shoj kur. E di, po s'më thomë nësë me shot, e din se dhënë të unë e mojnë i fare etike të ashtë. Po, absolutisht. Po du me mas qaru, njerës dhe me thonë, a mundet me zgjedh president me 61 dhe ashtë kushtetus, nëse shkeljet procedura me vedije, a është ata kundër rekwizit të kushtetutës së vendit, profesor? Se më konsideroj shkëmbimi teritorit rathia ditë. Por edhe kjo, a është atak ndaj rendit kushtetuese dhe procedura, ose dhe procedura është pjesë e rendit kushtetuese. A mundet me zgjedh, është pyetja. Po. Mundet me zgjedh. Por është në kundërshtim me procedurat kushtetuese. Kur është në kundërshtim me procedurat kushtetuese, çka është, profesor? Me vedije. Çfarë nocionin? Në nocionin e shkeljes së procedurave. Çka është kjo kur bëhet me vedije? E kanë shkelje dhe duhet përgjegjësi. A shkelje kushtetuese dhe ata ndaj rendit? Se ti pedin që përbën? Rendi juridik, rendi kushtetuese, kështu me radhë. Çka s'pilipi, profesor? A është apo nuk është? Se tash polemika gjithë andej. Absolutisht, hina e duhet thonë në kuadër të kësaj hin, por është më ngushtë, nuk është në sferën e gjanë. E gjanë. Profesor, ka thirrë prapë një seancë të radhës, po në ora 7. E pas ka thirrë herët. Po se djetë, në ata gatë, profesor, të imë të mërit, ka kohë. Në ata gatë. E ke para emru para 17 ditë e kena folë për këtë satë, që sharake, që kemi pas 19 ditë. Po kemi. A ju pe fasën zoti Kurti që po del kundrej deklaratave të vete, ndëzhum, e shoma në vidu s'ka ka thonë para 5 dite, si kem 79 shkon veni zjedhe. Tash po thot, edhe kënjom. Krye parlamentarja sot, edhe pësë është juriste, edhe kasioniste drejtësis, filloj, tha, një deputetën mungën, tha, ka munges më arsye. Do më thonë, nësë është ashtu, du të me këti prapë zotin Pacolli, a ka munges më arsye në kuvend me deputetën procedurat kushtetuse, profesor? Ju e keni përpilu vetë kushtetute? Ata përmbylli me një fjallë. Jo, po, sa s'ponim. Se nevojit e ty. Jo, profesor,